Të dashur vëllezër dhe motra, jeta po kalon shumë shpejt, sot jemi këtu, nesër dalim para Zotit. Vetëm, a ditë s'kan me na vlejt as paret, as emri, as pozita, veç veprat tona. Për këtë arsye, mos prit. Shpëtoni me bë vepra të mira, garoni në hajër, mbledhni vepra që shpërblimi i tyre vazhdon edhe pasi të vdesim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur njeriu vdes, veprat i ndalen përveç 3 gjërave: sadaka e rrjedhse, sadaka xharia, dija e dobishme ose një fëmijë i devotshëm që lutet për të. Shikoni sa e madhe është kjo mundësi. Sot Allahu po na jep ose po na i hap një derë të madhe. Këtë objekt që po e shihni me lejen e Allahut duhet të blejmë me bë shtëpi të Allahut, në vend ku përmendet emri i Tij, ku njerëzit bijnë në sejdë, ku mësohet Kurani, ku fëmijët e tonë rriten me iman dhe me moral. Ky vend ka rreth 2000 metra katror dhe afër 800 metra katror hapësirë mbrena. Mundet me u bën një dritë për krejt komunitetin tonë. Një stre shpirtëror për familjet tona. Një vepër që na përcjell edhe pasi të vdesim. O vëlla, o i motër, mendo pak, sa namaze kanë me u fal këtu? Sa ajete Kurane kanë me u lexu? Sa zemrat fëmijë kanë me u lidh me Allahun? Edhe për çdo sejdë, për çdo ajet, për çdo lutje, një pjesë e shpërblimit ka me të shkruar edhe ty. Xhamia Sheikh Albani në Bad Neuenahr, Gjermani, po ju thret me zemër të hapur, me u bë pjesë e këtij projekti. Mos e shiko kontributin se shpenzim, shikoje si investim për ahiret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë diçka që nuk dështon kurrë. Kush ndërton një xhami për hir të Allahut, Allahu ja ndërton një shtëpi në xhenet. Paramendo, një shtëpi në xhenet, për një dorë që e jep sinqerisht. Allahu ja pranoft sadakat, ja bekoft pasurinë e familjet, ja shtoft bereqetin dhe ja dhënt shpërblimin të madh. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.